Surja El Inshikak, Mekase, 25 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur qielli të qahet, duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, kur toka të sheshohet nga rënimi i maleve dhe të flakat që ka brenda e të zbrazet, duke dëgjuar me bindje Zotin e vet, siç e ka për detyrë, atëherë ti, o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt. Ai, të cili do t'i jepet libri i tij në dorën e djathtë, do ta ketë lehtë llogarin dhe do të kthehet i gëzuar te të afërmit e tij. Kurse ai, të cili do t'i jepet libri i tij pas shpinës, do të lutet për të vdekur dhe në zjarr do të digjet, sepse ai jetonte i shkujdesur në familjen e tij, duke menduar se kurrë nuk do të kthehej për të dhënë llogari. Po Zoti i tij sigurisht që i ka ndjekur të gjitha punët e tij. Betohem në kuqërrimin e muzgut, në natën e në gjithçka që ajo kaplon me errësirën e saj, si dhe në hënën e plot, se ju me siguri do të kaloni nga e keqja te më e keqja. Çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë? E përse kur u lexohet Kurani, nuk përulen në sejdë? Përkundrazi, ata që nuk besojnë e quajnë atë gënjeshtër, por Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Prandaj, shpallu atyre dënimin e dhëmshëm që i pret të gjithë, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Ata do të shpërblehen pa ndërprerje.